A ju përgjigjen 3 pyetjeve që bëhen në natën e varrit? Kush? Fëmijët që vdesin në barkun e nanës. Nuk ju përgjigjen. S'ka nevojë me ju përgjigje. Ata nuk janë të obliguar me mësimet e fesë për arsye se kanë vdekur të vegjël. Në momentin që vdesin, Allahu xhaleshanu shpirtat e tyre i çon direkt në xhenet. Pastaj pas ditës së gjykimit apo pas ditës së kiametit, ringjallen në trupat e tyre edhe bëhen ndërmjetësues për prindrit e vet. Pra po kthehen prapë në pyetje. Ata në ditë kiametit Allahu xhalli ringjall edhe mundohen bën sebeb inshallah taala me marr babën në xhenet. Po nuk do të thonë që detyrimisht çdo babë edhe nën shkon në xhenet me ndërmjetësimin e fëmisë. Jo. Parimisht do të më konë besimtar prindi edhe një të shtyme, po thojmë kështu, një ndim të madhe, apo një sebeb i madh bëhet fëmija për këtë babë, për këtë nanë. Mirë po, këtyne 3 pyetjeve nuk i përgjigjen fëmijët në natën e varrit. Elhamdulillah.